Ky episodi I tanishëm është një rrëfim personal mbi disiplinën, dashurinë për sportin dhe transformimin që ndodh kur jeta të vendos përballë sfidave. Është historia e një vajze që u rrit me sportin, e një sportisteje që u përball me një provë shumë të rëndë shëndetësore në një nga vitet të trazuara globale, e një gruaje që e ktheu dhimbje në mision. Nga sportiste në paciente, nga rikthim në trajnere, një udhtim që dëshmon jo vetëm për fuqinë e trupit, por mbi të gjitha për forcën e mendjes. Iliriana Idrizaj. Faleminderit. Iliriana, faleminderit që të kemi në studio sot dhe që je qershia mbi tort e podcastit ton numër 1. Je e ftuara jon. Eda më është dashur shumë kohë për ta bindur, Ashtu, për ta rrëfyer historinë, sepse unë nuk e dija. Ajo thjesht unë ushtrohem tek Iliriana. Ili ose Zysha I them unë ndryshe. Më vjen të qesh kur thua Zysha sepse nga që ti je Zysha dhe po në çdo moshë kemi çfarë të mësojmë zemër. Vërtet. Dhe unë e adhuroja për mënyrën se si punonte dhe një ditë prej ditësh e pyes si ka lindur dëshira për qenë Zysh Pilatesi dhe më tregoi një foto. Dhe këtu duat I thash do vish ta rrefesh në podcast Labirint në Trumë. Çfarë foto ishte? Gjoj tha unë nuk e kam, ajo ishte unë domethënë jam drithëruar, gjithë pjesa e trupit tim nga maja flokut te maja thojt është dridhur kur e kam parë atë foto. Pra kjo vajzë e bukur që shohim ne tani. Kjo vajzë e bukur një gjë që ka kaluar dhe që I thash do vish ta rrefesh, tha unë se kam folur për askënd në jetën time. Për ty do ta flas, por ne nuk do flasim vetëm për këtë gjë, por do nisim me këtë histori. Ne tani mezi po presim të dëgjojmë Iliriana. Atëherë unë ju falenderoj shumë. Qershia mbi tort është kënaqësi për mua, ndoshta ajo aq shumë sa e kuqe sa I di sot, po e vlerësoj shumë. Me Join këtu jemi tashmë ne konsideroj me kesh, pavarësisht se rrugtimi jon edhe marrëdhënia jon ka filluar profesionalisht. Ajo si Zysh në fushën e saj, unë tashmë si Zysh në fushën time dhe këtë titullin po mundohem të adaptohem. Po mundohem të adaptohem dhe ta mësoj veshin me Zyshën, sepse un kam një vit e gjysmë që jam officially Zysha e Pilatesit, e wellnessit dhe e dashurisë për trupin. Vi nga një background ish sportiste, ish volejboliste dhe un jam rrit me këtë disiplinë dhe për mua kjo nuk është rasti, por është mision dhe destinacion. Pra të ndihmoj disiplina me të cilën e rritur për dal tek punën tonë. Absolutisht, për dal tek pyetja e parë edhe ajo më thelbësorja pse un jam këtu edhe pse mendoj që me këtë histori as pak të vetë viktimizohen, por vetëm ose të individuale, por të frymëzosh vetëm të frymëzoj dhe të inspiroj në marsin e grave. Është një sfidë e vërtet, po fizike. Po se më fal Lili, sepse ti gjatë gjithë marsit që ta kërkova unë, se kjo është java e parë e prillit. Nuk na erdhe. Ti disa grave që ti referova unë nuk e bër edhe ushtrime pa pagesë. Patjetër. Të duhet ta vlerësoj që ti marsin ma konsiderove si dhuratë për podcast Labirint. Absolutisht dhuratë edhe çdo seancë që bëjmë me çdo grua, që inshallah motivohet për me vazhdu këtë rrugtim.